Jeni duke jetuar në Itali apo në Shqipëri dhe doni të dini se si funksionon pensioni mes dy vendeve? Të nderuar miq, në episodin e tretë në ciklin Pensioni Shqipëri-Itali shpjeguar nga Teuta, do t'ju shpjegoj 5 gjëra të cilat ju duhet i dini patjetër nga marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Unë ju ftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube Teuta Nuna e Kortoçi në mënyrë që të mësoni të gjitha të drejtat, përfitimet, por edhe kriteret që përcakton marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Po cilat janë këto 5 gjëra, cilat janë këto 5 të drejta të nderuar miq që ju duhet i dini patjetër nga ato çka ofron marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. E drejta e parë është trajtimi i barabartë, që do të thotë marrëveshja shtetërore mes Shqipërisë dhe Italisë jep mundësinë qytetarëve shqiptar që të trajtohen në mënyrë të barabartë me të gjithë qytetarët italian për të gjitha çështjet që parashikon marrëveshja në fushën e pensioneve. Dhe kjo, të nderuar miq, është një e drejtë kaq bazike, por kaq edhe e rëndësishme. Dhe kjo do thotë në këtë rast se qytetari shqiptar, pavarësisht nëse jeton në Shqipëri apo edhe në Itali, trajtimi i tij në këtë rast është i barabartë me të njëjtën trajtim siç është edhe për qytetarët italianë. E drejta e dytë lidhet me vendin ku mund të merren të ardhurat që përfitojnë pension. Një qytetar shqiptar i cili jeton në Itali, por njëkohësisht krahas pensionit shqiptar është përfitues edhe një pension italian. Atëherë ky qytetar mund ta përfitojë pensionin italian edhe në Shqipëri dhe anasjelltas. Qytetari shqiptar që jeton në Itali ka të drejtë që të bëjë një kërkesë që pensioni shqiptar ai të mund ta përfitojë edhe në Itali. Por të nderuar miq, duke qenë se monedha e përfitimit të pensionit është e ndryshme mes Shqipërisë dhe Italisë, pra pensioni në Shqipëri ofrohet në monedhën lek, ndërkohë që pensioni në Itali ofrohet në monedhën euro. Marrëveshja përcakton në këtë rast dhe rregullat e kursit të këmbimit, që do thotë një qytetar shqiptar që jeton në Shqipëri përfiton një pension shqiptar në lek, por nga ana tjetër përfiton edhe një pension italian të cilin ai përfiton në euro. Pensionin italian ai mund të bëjë kërkesë që mund ta marrë në të njëjtën numër llogarie që ka në Shqipëri ku merr edhe pensionin shqiptar, dhe në tilla raste pensioni italian kur vjen në numër e llogarisë së tij në pensionin shqiptar, ai vjen në monedhën lek. Dhe kursi i këmbimit i monedhës euro me lek bëhet sipas kursit të këmbimit ditor që ka banka në të cilën qytetari shqiptar do të tërheqi ose ka kërkuar që të vi pensione. Nga ana tjetër, kur kemi bëjnë një qytetar shqiptar që jeton në Itali dhe i kërkon që pensioni shqiptar të vi në llogarinë ku ai merr pensionin italian, ose në këtë rast një tjetër llogari, atëherë kursi i këmbimit që ndiqet për të përfituar pensionin shqiptar në monedhën euro është kursi i këmbimit që ofron Banka e Italisë. Po cila është e drejta e tretë? E drejta e tretë lidhet me sigurimin e dy fish. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që në të njëjtën kohë, një qytetar shqiptar, por edhe një qytetar italian, mund të sigurohet në mënyrë të detyrueshme në Itali, por mund të sigurohet në mënyrë vullnetare në Shqipëri. Të nderuar miq, legjislacioni shqiptar përcakton sigurimin vullnetar në Shqipëri, që do thotë përcakton që një qytetar ka të drejtë që mund të derdhë një kontribut, kur për vitin 2025 kontributi llogaritet mbi pagën minimale në vlerën 40.000 lekë dhe kontributi mujor është 8.640 lekë, dhe kjo vlerë në këtë rast ai mund ta derdhë për një X numër vitesh të cilën ai e përcakton vetë. Dhe marrëveshja mundson që pikërisht të kemi 2 kategori derdhjesh. Derdhjen të detyruar në Itali dhe njëkohësisht derdhjen vullnetare në Shqipëri. Pasi në Itali, juve në këtë rast ndoshta edhe mund ta dini, derdhja vullnetare nuk është më e lejueshme. Kjo do të thotë në këtë rast që kemi 2 periudha sigurimi, por kujdes të nderuar miq, kur bëhet bashkimi i periudhave, këto të 2 periudhat njihen vetëm si një periudhë vetme, sepse janë periudha në këtë rast që përcaktohen ose në grupin që kemi mbi vendosje. Pasi për shembull, nëse marrim një shembull për thjeshtësinë tuaj, në vitin 2024 ose në vitin 2025 ju keni derdhur kontributin vullnetar në Shqipëri, por nga ana tjetër dhe kontributin e detyruar në Itali, mbledhja e këtyre 2 periudhave ju nje vetëm një periudhë sigurimi.
por marrëveshja jo mundson në këtë rast që juve t'ju njihet kjo e drejtë për kontributin vullnetar, pra ky kontributi dyfisht. Dhe vin tek e drejta e katërt. E drejta e katërt lidhet pikërisht me atë që e cekëm pak më parë, që është bashkimi i periudhave kontributive. Por ajo çka është e veçantë që neve kemi gjetur te dokumentat e INPS-it në Itali është që të realizohet bashkimi i periudhave kontributive mes Shqipërisë në Itali, duhet që qytetarë shqiptar të ketë derdhur minimalisht një javë kontribute në Itali, dhe vetëm në këtë rast mund të realizohet bashkimi i periudhave mes Shqipërisë dhe Italisë. Dhe drejta e fundit ose drejta e pestë, neve do të shpjegojmë sot, që janë 5 drejta shumë të rëndësishme që duhet i njihni nga marrëveshja, lidhet pikërisht me bashkimin e periudhave kontributive dhe njëkohësisht pra me përfitimin e pensionit në kushtet në këtë rast kur kemi të bëjmë për bashkimin e periudhave kontributive. Pra, një qytetar shqiptar i cili nuk e ka plotësuar numrin 15 të viteve kontributive në Shqipëri dhe nga bashkimi i periudhave e plotëson, ai në këtë rast mund të përfitojë një pension, por përfitimi i pensionit në këtë rast bëhet vetëm për numrin e viteve kontributive që ka në Shqipëri. Njëjta gjë ndodhe në Itali. Nëse qytetari shqiptar nuk plotëson numrin minimal 20 të viteve kontributive, atëherë bashkimi i periudhave mundson në këtë rast ta plotësoj këtë numër 20 dhe ai do të jetë përfitues i një pensioni në Itali, por sërish me të njëjtën rregull se në Shqipëri, ai do përfitojë pension vetëm për numrin e viteve kontributive që ka në Shqipëri. Pra të nderuar miq, ky qytetar në këtë rast do përfitojë 2 pensione, një në Shqipëri dhe një në Itali, dhe secili nga shtetet do t'i japë pensionin vetëm për të mundësuar dhe vetëm në këtë rast për numrin e viteve kontributive, dhe bashkimi mundëson në këtë rast për të gjithë ata qytetarë që nuk plotësojnë kriteret, vetëm në këtë rast se ato plotësojnë kriteret minimale për 15 vite kontributive në Shqipëri dhe për 20 vite kontributive në Itali. Por të nderuar miq, sërish kemi një tjetër rregull që të përfitosh në këtë rast pension nga bashkimi i periudhave kontributive, do të duhet në këtë rast që edhe në Itali, por edhe në Shqipëri të kesh minimalisht një vit kontribut. Të nderuar miq, këto ishin 5 drejtat kryesore që unë gjykoj në këtë rast që të gjithë ju që keni vite kontributive si në Itali dhe në Shqipëri duhet i dini. Në episodin e radhës, të nderuar miq, ne do të flasim për një tjetër çështje, e cila unë gjykoj që është me shumë interes që ofron marrëveshja e pensioneve në Itali, dhe flitet për pensione të veçanta, për kategori të veçanta si në këtë rast rastin e minatorëve. Në cilat raste një minator shqiptar mund të përfitojë edhe për pensione veçantë në Itali? Këto, të nderuar miq, ne do të ndjekim në episodin e 4, pasi siç e kemi theksuar në episodet e mëparshme, ne në këtë cikël të veçantë episodesh që do trajtojmë për marrëveshjen pensione me Italinë dhe Shqipërinë, do të shpjegojmë të gjitha të drejtat, përfitimet që ofron jo vetëm marrëveshja pensione me Shqipërisë dhe Italisë, por njëkohësisht të gjitha ato që e përcakton marrëveshja administrative mes dy institucioneve, Institutit Sigurime Shoqërore dhe INPS-it, dhe njëkohësisht të gjitha çka përcaktohen edhe përmes bazës rregullative të INPS-it. Në këtë mënyrë ne do t'ju japim një panoramë të plotë të gjitha të drejtave, detyrimeve, kritereve që përcakton marrëveshja pensione mes Shqipërisë dhe Italisë. Unë ju falenderoj që jeni bërë pjesë e këtij komuniteti që na ndikni në mënyrë të vazhdueshme për të mësuar më shumë mbi të drejtat, jo vetëm që përcakton marrëveshja pensione mes Shqipërisë dhe Italisë, por edhe ligji shqiptar për sigurimin shoqëror. Unë ju ftoj në këtë rast të abonoheni pra në kanalin tim në YouTube të Utanuna e Kortoçit, të lini komente dhe shumë pyetje që ju mund të keni për paqartësi që mund të keni për zbatueshmërisht në marrëveshjes, por edhe njëkohësisht për pyetje të tjera që lidhen me pensionet. Unë do t'ju përgjigjem në momentin më të parë. Njëkohësisht u bëj edhe një thirrje ose një kërkesë ndërruar miq që shpërndajeni këtë video dhe videot e tjera të episodeve tona kur shpjegojmë për marrëveshjen e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, por edhe për shpjegimet për bazën ligjore në Shqipëri për sigurimin shoqëror, në mënyrë që sa më shumë njerëz të informohen për të drejtat që u garanton ligji shqiptar, po edhe marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë për çështjen e pensioneve. Duke u falendëruar sërish, unë lë një takimin e radhës dhe deri atëherë, mirë takofshim.